Bashkim Basha, aktualisht 37 vjeç nga Tropoja, largohet në drejtim të Italisë në vitin 1996. Pas mbritjes në Itali për arsye që familja asnjëherë nuk i mësoi, ai dënohet nga shteti italian me 12 muaj heqje lirie. Nuk e dim fare sepse është dënuar dhe se për çfarë, domethënë deri më sot. Duke ditur që si gjithë shqiptarët ai kanë gjithë pa dokumenta ose çfarë, nuk e dim, nuk di më gjatë, domethënë. Edhe pse i dënuar, ai kontaktonte nëpërmjet letrave me familjen dhe bashkëshorten e tij. Atje ai mëson se ishte bërë baba. Me dërgova një fotografi çunit. Thash po. Edhe i dërgova unë letër, fotografi, shkruajt ashtu siç ishte për të shkruar. Tha me kthej përgjigjen. U gëzova shumë, u përmallova shumë, tha. Mora fotografinë e çunit, gjithë natën nuk fjeta. Tha po pres dita ditës që të lirohem. Edhe të vi tha sa më shpejt në shtëpi. Mos u mërzitni, tha, burgu tha për burra është. Mbas kryerjes së dënimit, ai bën një telefonat tek motra e tij që ndodhet në Amerikë, duke i thënë se do të kthehej në Shqipëri, ku do të festonte lindjen e djalit. Por asnjëherë ai nuk arriti ta shihte djalin. Telefonata e datës 7 prill të vitit 1998 do të ishte kontakti i fundit me familjen. Atë telefonatën e bani me motrën, që tha do kthehem shumë shpejt. Dhe ishte natë ku kishte lindur dhe çuni sepse ka lënë çunin të pa lindur dhe tha që kur të kthehem do bëjmë një darkë shumë të madhe për çunin që më ka lindur. Ishte gëzuar shumë. Megjithse vëllezërit dhe motrat e tjera të tij janë shpërndar kudo, prindrit vazhdojnë të jetojnë në Tropoj, duke shpresuar që një ditë ai do të kthehet e do t'i gjejë atje. Në çdo moment, në çdo ditë, në çdo orë, bashkimi nuk del nga mendja e dy pleqve, sidomos e nanës. Ka thonë nana ime që nuk mi tret dhe u kockat, po që se nuk vjen bashkimi të ma hedhë një dorë dhe ose të ndëgjoj një lap. Gjithsesi, si do t'jetë, e mirë e keq, e hidhur dhe të paktën ta marrin vesh se si, dhe për hatrin e çunit vetë. Ibrahim Basha, djali 11 vjeçar i Bashkim Bashës, asnjëherë nuk e njohu babain e tij dhe në këto ditë festash ka vetëm një dëshirë. Edhe unë kam dëshirë që ta kem babin dhe të jem një familje si të gjithë të tjerat. Dhurata ime është babai që të vijë në shtëpi.